është toka e vjerit tënd? Në qëse tani ku ka qenë shtëpia është e dëmtuar komplet, po të shikosh... Shtëpia e vjetër ku ka jetuar ai, aty ku janë varrezat kanë qenë në borrin e shtëpisë vjetër. Ku janë varrezat? Po shikosh të pjesën... Se ka patur varrezë këtu? Po shikosh të pjesën që është e mbushur. Që është me ujë? Po, është ajo pjesa që kanë lënë pa mbushur me rëra i grumbëdhyrës, aty janë varreza. Tani kjo historia e varrezave është shumë interesante, sepse është zanafilla e gjithë kësaj problematike. Pra konflikti ka nisur nga ato varreza? Ajo është zanafilla e problemit. Konflikti nuk ka lindur nga varrezat, konflikti ka lindur nga dashakesia e njerëzve. Por varrezat janë, le të themi... Ajo pika ku ata kapën fort. Të kujt janë ato varreza? Çfarë varreza janë ato? Ato janë varreza që nuk dihet se të kujt janë. Janë gojdhëna që janë të ushtarëve turq. Edhe është një nga hipotezat që qëndron më së forti, sepse aty kanë qenë 2 varreza shumë të mëdha, me gure mallshtore, me shkrimë arabe, kanë qenë edhe mbi 15 varreza tjera të vogla, të thjeshta. Pra ka patur diku tek 18 varreza. Unë jam dëgjuar rreth 20 varreza, kam dëgjuar herë 20, herë 25, herë 15. Të cilat kanë qenë që në kohën e vjerit tënd? Po, ato unë kam pyetur pleq këtu të fshatit dhe thonë, për shembull kam pyetur një plak të vjetër dhe tha, unë më non tha kam lindërit këtu, tha, vjera ime tha ka vdek 85 vjeç, tha, dhe thot nuk e mbaj mend të jenë hap në herë ato vorre dhe nuk e dim në të vërtet kujt janë. Sepse normalisht edhe unë nuk do kisha hyrë si pyk në gjithë këtë gjën e dokumentave të tokës, pa parë letra të mirë, pa pyetur mirë. Normalisht çse kush nëse do hyn në konflikt pronësie, ti po nuk dëgjove 2 palët, je gabim. Dhe unë kam dëgjuar versionin familjen time, por kam tentuar të marrë dhe informacione nga jashtë si qëndron e vërteta. Dhe tani jam absolutisht e bindur që kjo është toka familjes time. Dhe prandaj e ngre zërin shumë fort se e di që po ngre zërin për një padrejsi që të bëhet. Tani aty janë varrezat. Dhe toka ku ka qenë shtëpia e vjerit tënd? Po të shikosh tani, po është ajo pema aty. Po, pema që është më vetën. Po, dhe duhet vi, një sekundë të tregoj tani unë. Të shikon këto shtyllën aty? Vazhdojnë edhe nga shtylla, vazhdojnë ne i themi të foleta dhe vjen deri këtu pak më këtej mbushjes edhe shkon deri në det pastaj. Pra është e gjitha... Janë 409 tokë të vjerit tim këtu. Pra është e gjitha... Edhe kryqi është në tokën e vjerit tim. Edhe kryqi i lartë është në tokën e vjerit? Po. Në tokën e familjes vjerit, sa e ka me vëzët me fëmijët e xhajes. Patjetër. Po që nga gjithë kjo sipërfaqe? Po këtu, ku të ndërtohet resorti, janë 1500 dynim. Pra të gjithë janë bërë bashkë për blerë një pyllë? Dhe janë 13 fise. Ka shumë bashkuar kanë qenë? Po kanë qenë bashkuar, sepse këta kanë arë nga Malësia Madhe, nga rrjedhi Malësisë Madhe, kanë arë këtu dhe vëndit i kanë vënd njëtin emër. Kanë bajt njëtin emër. Ne kemi një traditë që jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe, për shembull, unë dajet e mi kam afër kepit Rodonit. Në një... Po, dhe me origjinë të largët janë nga Kelmendi Malësisë Madhe. Dhe pavarësisht se dajet diskutorë që kanë rreth 400 vjet që janë në Kep të Rodonit, ata kanë bajt gjithmonë lidhjen me malësor, martesat, fejesat, gjitha kushtit ne kemi bërë me njëri tjetrin. Dhe unë njëherë jam shumë kurioze për ta studiuar këtë si gjë, sepse më duket si një tribu që qëndron vetëm e lidhur dhe mbytur me njëra tjetrën. Ne tani kemi filluar që të marrim nuse nga jashtë, ta hapim pak. Kur shkojmë me burrin tim te shtëpia, e shikoj që babi është shumë i kënaqur, flet lirshëm me të, i kuptojnë ato batutat e njëri tjetrit, vazhdojnë edhe qeshin ashtu. Ndërkohë që për shembull po të kisha një burr nga jugu, nuk do e kuptonte kur babi më thotë, "Më shplak gruaja." Se është tipike verior, Edhe fillojnë angojnë me burrin tim se jo e plak gra. Kështu që kjo është gjë shumë interesante faktikisht. Kur e kuptoi fisi juaj ose fisi i burrit që këtu pati një problem? Ne kemi kuptuar në vitin 2021, na ka një mesazh kur po bëj rruga, na ka një mesazh shiko se Bashkimi Ulaj po interesohet për bler tokën te toka juaj. Dhe në 2021. Po. Dhe ne dinim që ky person i pretendonte dokumentat, po duke qenë se ne kishim dokumentat në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, kishim disa procese gjyqësore të fituara, nuk e kemi menduar asnjëherë që ai do arrinte që të falsifikonte gjitha dokumentat.
Kemi vënë ndjenjë zotin Ulaj, që kjo pronë është pronë me probleme dhe dokumentet që të ka paraqitur janë të falsifikuara. Po, ai ka bërë një përgjigje shumë korrekte si biznesmen, edhe absolutisht, unë jam investitor, unë nuk merrem me gjyqësinë e dokumenteve, por këto janë institucionet përkatëse, institucionet e drejtësisë, gjykatat, gjitha dhe absolutisht korrekt. Por duke qenë se është malësor, prisja që të bënte edhe një check-up njerëzor në këtë gjë. Do kishte mjaftuar që të pyeste këtë do dhe do kishte thënë që ai nuk ka lidhje me këtë pronë, dhe është pronë e malësorëve, është pronë e fisit shullajve, keqanëve, malajve, larve. Do thënë, po do kishte mjaftuar kaq që të mos krijojë kjo situata. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.